Obeziteti, mungesa e aktivitetit fizik dhe jeta sedentare po ndikojnë ndjeshëm në rritjen e numrave të personave që preken nga diabeti. Në Shqipëri aktualisht rreth 111.000 qytetar vuajnë nga kjo sëmundje kronike, ndërsa çdo vit regjistrohen rreth 6.000 raste të reja. Në Shqipëri vuajnë rreth 111.000 persona me diabet dhe 6.000 persona diagnostikohen çdo vit. Personat obez, pra personat që kanë një sasi më të madhe të dhiamit, janë më të rrezikuar për të bërë diabet, sepse dhiami i tepër vështirëson punën e insulinës që prodhon vetë trupi. Për këtë arsye, ne mundohemi dhe flasim shumë në lidhje me një stil jetese të shëndetshëm dhe në lidhje dhe me aktivitetin fizik, i cili duhet shkojë krah ushqimit të shëndetshëm. Sidomos në diabetin tip 2, që është diabeti që është dhe më shumë i lidhur me stilin e jetesës, patjetër që ka një ndikim shumë të madh gjenetika. Pra persona të cilët kanë në familje persona që vuajnë nga diabeti, janë më të rrezikuar për të bërë diabet dhe janë ato që dhe duhet të kujdesen më shumë për ta parandaluar. Për të parandaluar këtë sëmundje shpesh të heshtur dhe pa simptoma, mjekët këshillojnë kryerjen e check-upit falas nëpërmjet programit të depistimit i cili ofrohet në të gjitha poliklinikat e vendit. Me programin check-up që ne kemi dhe që bëhet çdo vit, ne arrim të aty matet edhe glicemia esëll, që është një mënyrë për të kapur diabetin në kohë. Dhe kjo është matja e glicemive, bëhet gjithandej, e bëjnë të gjithë poliklinikat, të gjithë qendrat shëndetësore, mjafton të masim glicemit dhe të shikojmë pastaj rezultatin e tyre. Glicemia esëll më e lartë se 126 ose 2 orë pas ushqimit, më e lartë se 200, ne na flasim për diabet. Dita botërore e diabetit shërben si një kujtesë me informacionin e duhur dhe diagnostikimin e hershëm, komplikacionet e diabetit mund të shmangen dhe jeta e pacientëve të përmirësohet ndjeshëm.